Të nërmiq, selam aleikum, mirë se ritakojmë sërish në këtë emision të përditshëm në muajin e begatë Ramazanit, në emisionin Agjërimi na edukon. Dhe agjërimi mbi të gjitha na edukon jo vetëm në raportet tona me Zotin ton, raport me adhurimet që në këtë muaj janë më specifike dhe më të veçanta, por se na edukon dhe në raport me njëri tjetrin, në marrëdhëniet ndërpersonale. Një prej marrëdhënieve më delikate dhe më specifike në një shoqëri është shpesh marrëdhënia punëdhënës punëmarrës. Mënyra se si trajtohen punëtorët nga punëdhënësit e tyre, nga epërorët e tyre, po dhe mënyra se si ata përgjigjen është gjithashtu një element që Islami ka kushtuar rëndësi. Madje Islami ka kthyer këtë dhe në një lloj mundësie për të arritur kënaqësinë e Zotit, për të arritur sevape dhe shpërblime. Nëse kjo është korekte dhe është e frymëzuar sipas porosive hyjnore dhe traditës profetike. Për të folur mbi këtë temë, kam kënaqësinë që ta diskutojmë me muftiun e qytetit Beratit, Hoxhën e nderuar Bilbil Talla. Hoxh, mirë se vini. Mirë se vjetëm. Hoxh, së pari ju uroj agjërim të begat për ju, për gjithë besimtarët e qytetit e rrethit Beratit dhe gjithë muslimanët anë kënd botës. Së pari, një faleminderit për ftesën. Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Falënderimi të konë Allahut, Zotit gjithësisë, salavatet, përshëndetjet tona më të përzemërta dhe më të ngrohta i dërgojmë për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për familjet i shokët e tij dhe mbarët ata cilët e ndoqën dhe pason rrugën e tyre deri në ditën e Kiametit. Pas falënderimit të Allahut xhelle xhelalu dhe salavatet profetit sallallahu alaihi wasallam, një falënderim i posaçëm është për ju i nderuar vëlla, që na ftuat në këtë natë të begatë të Ramazanit, ku gjejmë rastin të urojmë të gjithë besimtarët musliman në Shqipëri dhe jo vetëm, gëzuar nga muajin e begatë të Ramazanit të agjërimit, muaj i cili i bashkon zemrat rreth Allahu xhelle xhelalu, i ngre ata shpirtërisht lart në pjedestalet më të larta tek Allahu i gjithfuqishëm, i mëshirshëm, mëshirëploti. Jo vetëm kaq, por muslimanët gjithmonë afrohen me Zotin e tyre në këtë muaj të begatë. Allahu na e pranoft agjërimin ton, Allahu na e pranoft adhurimet tona dhe lut Allahun e madhëruar ta bëj këtë muaj të begatë për ne, për ju dhe për gjithë muslimanët kudo që janë dhe kudo që ndodhen. Amin, i nderuar, ne i bashkohemi lutjes tuaj dhe shpresojmë që edhe ky emision të jetë një kontribut modest në po themi përmirësimin e raporteve mes besimtarëve dhe gjithë shoqërisë. Dhe për të folur mbi temën, si duhet të jetë sjellja e punëtorëve, e punëmarrësve ndaj punëtorëve, sjellja e cila do të jetë sebeb i arritjes së kënaqësisë së Zotit. Pra, si mund të kthehet kjo marrëdhënie në një adhurim dhe në një ibadet? Puna është diçka e vlerësuar tek Zoti i lartësuar. Ajo gjithmonë ka qenë dhe do të mbetet një mjet për të siguruar të ardhura dhe për të qenë korrekt në radhë parë me Zotin, pastaj dhe me njerëzit. Pra marrëdhënia ashtu sikur është vertikale, është dhe horizontale në çdo marrëdhënie ndërnjerëzore. Prandaj puna kthehet në adhurim kur ajo është korrekte sipas asaj që Zoti na ka mësuar dhe sipas asaj që profeti i Allahut na ka orientuar. Prandaj nuk është turp dhe nuk është dobësi që njeriu të punoj, sepse Islami që në gjenezë e ka luftuar papunësinë, e ka luftuar përtatësinë dhe e ka luftuar që njeriu të jetë parazit. Prandaj dhe Allahu njerëzit më të mirë dhe më të zgjedhur të tij, që janë profetët, kanë qenë njerëz punëtor. Sikur Ademi a.s. është marrë me bujqësi dhe Nuhu a.s. është marrë me zgjuktari. Ashtu sikur dhe Musa a.s. është marrë me blegtori dhe ka qenë bari. Sikurse i dërguari i fundit i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është marrë njëkohësisht me blegtorin, pra ka qenë bari, dhe me tregti, ka qenë dhe tregtar i suksesshëm. Prandaj puna kthehet në adhurim kur njeriu e ka niyetin, kur besimtari e ka niyetin që të kërkojë rrezikun halal, që të ushqejë familjen e vet dhe të afrohet tek Allahu xhelle xhelalu me këtë punë dhe me këtë vepër. Ndërkohë, muaji i Ramazanit ka angazhime të shtuara për çdo besimtar, syfyri është një impenjim i shtuar, namazet e teravive, leximi i Kuranit, po normalisht ka dhe është e natyrshme që të ketë ndoshta edhe një dobësim, po themi, të energjisë, duke qenë se është i kohë gjatë pa ngrënë dhe pa pirë. Sa e rëndësishme është që duke qenë në pozitat e punëdhënësit, duke qenë në pozitat ndoshta edhe të menaxherit dhe të epërorit, ta marrim në konsiderat këtë aspekt për punëtorët dhe të ketë një farë tolerancë. A është kjo diçka e cila duhet bërë fetarisht? Marrëdhënia ashtu sikur e tham më sipër, aq sa vertikale
pra me Allahun, me krijuesin e gjithësisë, është dhe horizontale. Pra njeriu e respekton dhe mëshiron njeriu, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam na ka treguar dhe na ka thënë kush nuk mëshiron, nuk mëshirohet. Pra mëshironi ata që janë në tokë, t'ju mëshiroj ai që është në qiell, pra Allahu Zoti i gjithësisë. Prandaj marrëdhënia e gjithë është mbi respektin, drejtësinë dhe mëshirën. Ashtu sikurse punëtori e njeh të drejtën e tij për të kërkuar dhe për të vepruar adhurimet e tij, ashtu duhet ta njoh edhe punëdhënësi që ta lehtësoj sadopak punëtorin në muajin e begat të agjërimit, në muajin e begat të Ramazanit, sepse kuptohet kur agjërimi qëllon dhe bie në ditë të gjata dhe të nxehta, trupi i njeriu nuk është një lloj sikur ai që nuk agjeron, dhe ndoshta nuk do ta ketë rendimentin e kërkuar nga punëdhënësi, dhe këtu pra hyn mëshira, këtu hyn respekti, këtu hyn ajo do të ketë tolerancë, zemërgjerësia e punëdhënësit me punëtorin, që punëtori të kryej adhurimet pa i hyrë në hak as vetes, as Zotit dhe as punëdhënësit. Pra duhet ketë patjetër një tolerancë dhe një mëshirë të përbashkët. Ndërkohë një prej, po themi, ankesave më praktike dhe më konkrete që ndodh nga punëtorët është që shpesh ata nuk paguhen sa duhet, nuk arrin dot të marrin hakun e duhur, ose shpesh pagesa vonohet. A ka në fenë islame, po themi, orientime konkrete dhe praktike për këto dy problematika që ndodhin kryesisht te punëtorët? Sigurisht, i nderuar, Islami ka kuruar çdo gjë. Islami nuk është teori, por është praktik. E zbritur në jetën e përditshme në çdo hap që ne hedhim në jetën e përditshme. Prandaj është e domosdoshme të kthehemi në burimin e fesë tonë, të kthehemi tek ajetet e Kuranit dhe tek hadithet profetike, të cilat e kurojnë çdo gjë që në Gjenez. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar dhe na ka thënë 3 veta un jam armiku i tyre, pra do të jem kundërshtar i tyre ditën e Kiametit tek Allahu xhalla xhelalu. Dhe një prej tyre që përmend profeti sallallahu alaihi wasallam dhe lidhet me temën tonë është kur dikush e ka marrë një punëtor dhe punëtori ka kryer punën, obligimin e tij, dhe punëdhënësi nuk ja ka dhënë hakun e tij, nuk ja ka dhënë shpërblimin e tij. Prandaj haku i tij do të merret tek Allahu xhalla xhelalu nëse ky njeri vërtet i friksohet Allahut të gjithfuqishëm. Prandaj është e domosdoshme që hakun të t'i japin atij që takon, se profeti Allahut na ka mësuar dhe na ka thënë vetja jote ka hak tek ty. Trupi jot ka hak te ty. Bashkëshortja jote ka hak te ty. Prandaj çdo njeri që ka hakun, jepi hakun që i takon. Kështu na mëson feja jon dhe kështu kanë vepruar të parët tanë në vite dhe në shekuj dhe kështu veprojnë muslimanët gjithmonë. Sigurisht që do të ketë gjëra që nuk shkojnë dhe nuk ecin, por se kur kthehemi në burim, kur kthehemi në origjinë, ne kemi se me çfarë të kurohemi dhe kemi ku të gjejmë ngushëllimin ton dhe kemi se me çfarë t'i ka përcejmë vështirësitë dhe jemi njerëz të mëshirshëm, njerëz të dobishëm për të gjithë ata që kemi nën vete apo për ata të cilët ne kujdesemi për ta. Ndërkohë, i nderuar mufti, një pjesë si thash e problematikës në raportet punëdhënës-punëmarrës është edhe mosmarrja e hakut në kohën e vet. Çfarë thot Islami për këtë aspekt? Pasi dikujt i duhet ta marrë hak në atë kohë për shkak të disa nevojave, ndoshta nuk i hyn në punë kohë më vonë. A ka detyrime konkrete që t'i jepet haku brenda një kohe të caktuar? Sigurisht, profeti sallallahu alaihi wasallam na ka treguar dhe na ka thënë se muslimanët janë sipas kushteve që ata kanë vendosur. Pra, për hakut punëtorit është që punëdhënësi t'ia tregoj punën e tij, t'i tregoj kozjatin e punës dhe të kërkojnë cilësinë e punës që do të bëjë punëtori. Pra është e mirë që paraprakisht gjërat të sqarohen, gjërat të dakordsohen dhe të jenë më konkrete, të mos jenë kështu evazive të përgjithshme. Kto janë gjërat paraprakë nderuar, sepse Islami, ashtu si kur po përmendim shpeshherë tash në këtë bisedë, i kuron gjërat që në Gjenez. Pra, muslimanët janë sipas kushteve që vendosin me njëri tjetrin dhe haku i punëtorit, profeti sallallahu alaihi wasallam na ka treguar dhe na ka thënë që duhet dhënë haku, duhet dhënë shpërblimi para se t'i thahet djersa, pra në kohën e duhur dhe jo të ketë kozjatje ashtu sikur e përmendot, t'i japësh në atë kohë kur atij ndoshta nuk i bën dobi me ai shpërblim. Prandaj Islami e ka vënë çdo gjë në vendin e vet dhe e ka kuruar që në fillim për mos pasur dhe mos hasur në mosmarrveshje dhe keqkuptime më vonë. Ka biznesmen, ka tregtar, të cilët tek sebepet e begatisë së punës së tyre, tek sebepet e mbarvajtjes së punës së tyre, vlerësojnë faktin që ata mundohen të jenë të kujdesshëm
ndaj punëtorëve të tyre, të japin hakun ndaj tyre, të tolerojnë, të përmbushin brenda mundësive nevojat edhe tyre personale ose familjare. A qëndron fetarisht kjo? A ka argument se nëse tregojmë bujar me ata të cilët i kemi marrë në punë, Zoti ka për të hedhur bereqet dhe bekim edhe në punën tonë, sepse shpesh njerëzit i shfrytëzojnë punëtorët me qëllimi që të fitojnë sa më shumë për e tyre, pavarësisht nëse e teprojnë me abuzimin e tyre. Sigurisht, kjo gjë është e ndaluar dhe nuk lejohet që njeriu të shfrytëzohet në asnjë lloj forme nga format, por gjithsecilit i takon haku i vet. Sado që të përpiqet njeriu për të arritur ambicet e veta, nuk duhet të harrojë kurrësi se në krahun tjetër ka të bëj po me njerëz. Ata njerëz cilët kanë dalë për të punuar, kanë dalë për të kërkuar rrezikun e tyre halal dhe të ushqejnë me të dhe të mbajnë me të familjen e tyre, vetët e tyre dhe ata që kanë nën kujdesin e tyre. Dhe kjo në kurrësi nuk duhet ndodh mes muslimanëve dhe nuk duhet ndodh kurrësi as mes njerëzve, çfarëdo lloj qofshin ata, që t'i hahet haku dhe në kurrizin e tij të përfitojë dikush tjetër. Porse profeti sallallahu alajhi wasallam na ka treguar dhe na ka mësuar edhe këtë gjë. Ebu Dherr el-Ghifari radiallahu anhu, një prej shokëve të mëdhenjve të profetit sallallahu alajhi wasallam, na tregon dhe na thot: kur njerëzit e shikonin Ebu Dherrin radiallahu anhu dhe shërbëtorin e tij, apo e thënë për gjuhën e kohës, robën e tij që ishte i veshur me të njëjtën robë që zotëria kishte veshur dhe ushqente ashtu sikur e ushqehej vet. Njerëzit e pan dhe për këtë e qortuan apo i than Ebu Dherrit radiallahu anhu xhemian: o Ebu Dherr, sikur ta vishe ti robën që ke veshur dhe robit, pra shërbëtorit në kohën tonë punëtorit, ti jepet një robë që është më pak cilësi dhe më pak çmim nga ajo që ti vesh, sepse ti në fundit je zotëria dhe ky është robi. Ebu Dherri radiallahu anhu vazhdon dhe tregon. Thot, një ditë e ofendova Bilalin radiallahu anhu nga nëna e tij dhe i thash: o i biri i Zezakes. Dhe Bilali radiallahu anhu u ankua tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Më thërriti profeti dhe më qortoi, duke më thënë: Ebu Dherr, ti ke cilësi të ignorancës, të cilat duhet patjetër që ti lesh. E vendosa, thot, mbas këtyre fjalëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, fytyrën time në tokë dhe i thash: o Bilal, vendosa këmbën mbi fytyrën time derisa të më fal Allahu xhalla xhelalu. Dhe Bilali nga ana tjetër i tha: të falt Allahu ty, o Abu Dherr, unë të kam falur. Dhe nuk e vendosi këmbën e tij mbi fytyrën e Abu Dherrit radiallahu anhu. Dhe thot, pas kësaj nuk kam më kurrë për të vepruar një ngjarje të tillë, por kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam të thojë: i ushqeni ata, pra robrit, punëtorët, shërbëtorët, ashtu sikur ushqeni vet, dhe vishini ata ashtu sikur visheni vet. Mos i ngarkoni ata më shumë se sa mbajnë, por nëse i ngarkoni, ndihmojini ata. Kjo është feja jonë, kjo është fe e mëshirës, fe e butësisë, fe e cila të orienton nga e mira dhe kurrësi nuk e hap rrugën dhe derën të keqes, fe e cila të ngre tek Allahu xhelle xhelaluhu, të ngre në piedestalet më të larta dhe të bën që ti të ndihesh rahat me veten, me njerëzit dhe me gjitha të ndihesh rahat me Krijuesin e gjithësisë. Pra, në historinë që sollët mes sahabëve, mes dy sahabëve të mëdhenj, të veçuar, mund të themi, kuptojmë se gabimet shpesh edhe janë njerëzore dhe mund të ndodhin. Mirë po, ajo çfarë kuptuam nga historia mes tyre dy sahabëve është se gabimin e kthyen në një mësim të madh, gabimin e kthyen në një reflektim të madh. Sa rëndësishme është që në gabimet tona, në gjaknxehtësitë tona, po themi në teprimet tona, të nxjerrim mësim dhe t'i kthejmë ato në pika reflektimi dhe ndryshimi. Është mëse e natyrshme që njeriu të gabojë. Është mëse e natyrshme që njeriu për një moment ta humbas orientimin dhe të jetë moll sherrri për një arsye apo për një tjetër në punë e sipër, sepse njeriu nuk është i përsosur dhe nuk është i përkryer. Por profeti sallallahu alaihi wasallam përsëri na orienton dhe na thot: Allahu e do që kur dikush prej jush e bën një vepër, e bën një punë, ta përsos atë. Lind pyetja: a ka njëri të përsosur?
Dhe përgjigjja automatikisht vjen jo, por se njeriu mundohet të ta bëjë në formë më të mirë punën dhe veprën që i takon, sepse gjithë marrëdhënia në punëdhënës, punëmarrës është drejtësi, është respekt i ndërsjellët dhe është vëllazëri. Prandaj, kur njeriu bie në gabim me dashje apo pa dashje, është njerëzore dhe njerëzore po aq është që njeriu të falë dhe tjetri të kërkoj falje. Dhe kështu rregullohet marrëdhënia ndërnjerëzore me fjalë të thjeshta, me fjalë të buta, për mos i lënë vend djallit të mallkuar që të hyjë në zemrat e njerëzve dhe t'u aprish atyre qetësinë, t'u aprish atyre lumturinë dhe mbi të gjitha t'u aprish atyre lidhjen me njëri tjetrin dhe adhurimet e tyre. Po, gjithashtu, sa e rëndësishme është shpreha e mirënjohjes në këtë raport reciprok, pasi të dy përfitojnë nga kjo marrëdhënie, punëtori përfiton pagesën, shpërblimin, ndërsa punëmarrësi përfiton kontributin e tij. Mirë po, marrëdhënia mes dyve është marrëdhënie pagesash, në farë mënyrë, nuk kanë rënë dakord që pasi ta bësh punën do jesh falendërues apo nuk do jesh i tillë. Po ka njerëz që në kulturën e tyre, në elegancën e tyre, në komunikimin e tyre, mirënjohjen e kanë të vazhdueshme, kanë pjesë të komunikimit të tyre. A ka sevap në këtë mënyrë të komunikuari, a është e dobishme, a është po themi e kërkuar fetarisht që personi të falenderoj pasi bën pagesën apo të falenderoj pasi merr hakun e tij? Sigurisht, feja e ka vënë çdo gjë në vendin e vet. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka treguar, na ka mësuar, na ka orientuar dhe na thot: kush nuk i falenderon njerëzit, nuk e ka falendëruar Allahun. Prandaj kjo është më se natyrshme që punëmarrësi ta falenderoj punëdhënësin, edhe pse ai e ka kryer obligimin e tij në formë më të mirë. Por se kjo është më se kërkuar, sepse respekti duhet të jetë i ndërsjellët. Kur punëdhënësi ka qenë i drejtë, ka qenë i mëshirshëm, ka qenë njëri korrekt dhe e ka kryer obligimet e veta, e ka lehtësuar punëtorin pikërisht në këtë muaj të begat, në këtë adhurim që është i veçantë gjatë gjithë vitit, dhe Allahu i gjithësisë, krijuesi, e ka veçuar këtë adhurim dhe ka thënë: çdo punë e birit të Ademit është për të. Përveç adhurimit, ai është për mua dhe unë shpërblej për të. Dhe shpërblimin e agjërimit Allahu nuk na ka dhënë një numër sevapi apo një numër shpërblimit caktuar, por thotë unë shpërblej për të. Dhe po ashtu, kur punëdhënësi i ka kryer obligimet e veta, i ka kryer detyrimet e veta ndaj punëmarrësit, i takon dhe lind e drejtë e punëmarrësit, dhe kjo është njerëzore, por është dhe fetare që ai ta falenderoj për atë mundësi që ai dha, për atë shpërblim që ai dha, megjithëse ishte puna dhe djersa e tij, por se prej mirësisë, prej fesë, prej edukatës është që punëmarrësi ta falenderoj duke bazuar në fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam: kush nuk e falenderon njeriu, kush nuk i falenderon njerëzit, nuk e ka falendëruar Allahun, mëshirëplotin, mëshirbërësin. Pra duhet që ta kultivojmë mirënjohjen dhe falënderimin si cilësi, pavarësisht pasaj nëse ai që kemi përballë është punëtor, është tepëror, është koleg, është njëri i rastishëm apo njëri i afërt. Kjo vjen prej edukatës fetare dhe prej moralit fesë. Është më se e kërkuar dhe më se e duhur që njeriu të jetë falëndërues. Së pari ndaj Allahut krijuesit të gjithësisë. Pastaj ndaj krijesave të Zotit në tokë, për të qenë sa më afër edukatës së shëndosh dhe për të qenë sa më afër asaj që kërkohet prej njeriu, të jetë njëri i respektuar, njëri i mëshirshëm dhe njëri i begat në shoqërinë në cilën ai jeton. Falënderimi i zbut zemrat. Falënderimi jep begati. Falënderimi është pjesë e asaj që njeriu kërkon të bëjë dhe kërkon të marrë. Pra, sillu me njerëzit ashtu sikur ti kërkon që ata të sillen me ty. Nëse ti pretendon dhe dëshiron që dikush të falenderoj, pra bëhet ti i pari, i dhe ti japin i pari dhe atë ti do të marrësh mbrapsht. Prandaj është e domosdoshme, sepse Zoti në Kur'an të vetmin kusht për çështjen e rrezikut që ka vënë, ka thënë: "O in shakartum la azidannakum." Nëse falenderoni, do t'u ashtoj mirësitë. Pra falënderimi është me Allahun në radhë të parë, pastaj me krijesat e Allahut në tokë, dhe kjo është cilësi, virtyt i lartë i besimtarit. Marrëdhëniet shpesh, si thash,
punëmarrës, punëdhënës janë delikate dhe është një hapësirë ku shpesh abuzohet, shkelen shumë të drejta dhe pothuajse në çdo legjislacion ka një kapitull të veçantë që përcaktohen të drejtat e punëtorit. Për të qenë ai sa më i mbrojtur. Mirë, po çdo kush ose shumë kush mund të gjejë hapësira dhe po themi interpretime për të shpëtuar legjislacionin, për të shpëtuar ligjit. Mirë, po ne dimë se tek Zoti asgjë nuk fshihet. Çfarë padrejtësie është padrejtësia ndaj punëtorit? Një nga padrejtësitë që mund t'i bëhet punëtori është që ai të mos i sigurohet e ardhmja. Nëse ai sëmuret apo larg qoftë, ndron jetë dhe kalon nga jeta kësaj dunjaje, duhet me patjetër që në rastin konkret shteti të marrë përsipër siguracionin e këtij njeriu dhe jo vetëm kaq, por të sigurojë një pension dhe për familjarët e tij, pasardhësit e tij më pas, sepse profeti sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar dhe Islami në përgjithësi na mëson një veprim dhe një vepër kaq madhore. Profeti i Allahut, njeriu më i mëshirshëm në tokë, na ka treguar dhe na ka thënë se unë jam ai i cili siguroj çdo njeri nëse ai ka lënë fëmijë të vegjël, të dobët dhe nuk ka kusht kujdeset me të. Por, jo vetëm kaq, por unë jam përgjegjës dhe për borxhet që njeriu ka lënë pas dhe nuk ka kusht t'ia shlyej ato. Prandaj, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, unë jam më parsor për ju se sa ju për veten tuaj. Nëse dikush vdes dhe le trashëgimni, atë le ta marrin trashëgimtarët e tij. Nëse dikush vdes dhe nuk le trashëgimni, ndoshta le dhe borxhe, unë jam më parsor për trashëgimtarët e tij dhe për të shlyer borxhet e tij. Dhe kështu ka vazhduar Islami brez pas brezi dhe kështu do të vazhdojë deri në fund të jetës së kësaj bote. Pra, është i siguruar muslimani dhe është i siguruar punëtori me djersën që ai ka dhënë dhe kështu do të ndodhë dhe pas kalimit në jeta e kësaj bote të njeriu i cili ka dhënë kontribut për këtë botë, ka dhënë kontribut për njerëzit, ai pra duhet të jetë në konsideratën e tjerëve për të mbajtur dhe për të rritur fëmijët e tij nëse ata janë të vegjël dhe janë të pamundur për të fituar vetë. Një kapitull tjetër i rëndësishëm në këtë aspekt është pikërisht shqetësimi se si ti motivojmë, po themi, si të motivohen punëtorët për të maksimumin e tyre, për të bërë më të mirën e tyre, për të bërë atë që do donin të ndodhë edhe me vetët e tyre. Ka trajnime pafund, ka këshilla pafund, mirë, ne do donim qasjen fetare. Si të motivojmë vetët tona nëse jemi në pozita të një pune që kemi marrë një amanet për të bërë më të mirën dhe për të dhënë maksimumin. Sigurisht edhe kjo është pjesë e pandashme e fesë tonë. Islami nuk ka lënë gjë pasdore, por se ka kuruar çdo gjë që në gjenezë. Prandaj dhe këtu nuk mund të lëm pa përmendur sepse nuk mund të themi ndryshe vetëm se t'i jepet haka edhe atij që i takon. Pra e thënë ndryshe, e përkthyer ndryshe, nuk mund të marrim domethënë një njeri në punë i cili nuk e ka këtë profesion dhe t'i ngarkojmë diçka tjetër që ai nuk mund ta bëj. Por se njeriu pyetet se çfarë është profesioni i tij dhe aty ai do t'i jap më shumë. Sigurisht dhe punëdhënësi do t'i krijojë kushtet e punës. Sigurisht do t'i krijojë ato lehtësira që i takon për të dhënë maksimumin punëtori. Dhe këtu hyn jo vetëm trajnimet e duhura që ai të arrijë gradë të larta, ashtu sikur i thoshin dikur të marrin kategori nga e para deri tek e 7-ta, sikur i kanë thënë, për të arritur nivelet më të larta profesionale, dhe kjo vjen lehtësi dhe mundësi që duhet t'i jap punëdhënësi punëmarrësit. Sigurisht është diçka njerëzore që punëdhënësi ta respektojë dhe ta mëshirojë në çdo aspekt punëmarrësin që ai t'i jap rendimentin më të madh. Por kur e bën dhe respekton punëdhënësi punëmarrësin në këtë formë, patjetër që punëmarrësi do të jap maksimumin e vet, sepse ai ndjen pjesë të tij këtë punë që po bën dhe e ndjen që pronari, pra punëdhënësi, është pjesë e tij dhe sigurisht profeti sallallahu alajhi wasallam na ka thënë men ghashana laysa minna, ai që na mashtron nuk ka prej nesh, sepse muslimani nuk gënjen, nuk mashtron dhe nuk të hanë besë. Duke qenë i tillë punëtori, i tillë punëdhënësi, nuk ka se si të ndodhin gjëra të cilat janë pa kënaqësi për të dyja palët. Prandaj Islami na ka kuruar dhe na ka dhënë çdo gjë në vendin e duhur për të anashkaluar
çdo mosmarrveshje dhe çdo gjë që mund të lindin në marrëdhënie punëdhënës-punëmarrës. Dhe e fundit në këtë takim, doja që të përmendim pak momentet e Ramazanit shpesh përfshihen nga iftarët e përbashkëta, përfshihen nga ndihmat e ndryshme. Sa rëndësishme është që të kenë prioritet punëtorët e tu fillimisht dhe të jenë ata përfituesit e parë të kësaj bamirësie ose të kësaj zemërgjërsie. Sigurisht edhe kjo është gjë të cilën e kuron Islami. Profeti s.a.s. na ka treguar dhe na ka thënë se kur fillon të shpenzosh, fillon me veten, pastaj me familjarët e tu, pastaj me ata që ti ke në kujdestarinë tënde, pastaj me njerëzit radh e më radh, pra duke u zgjeruar rrethi. Dhe këtu sigurisht që hyjnë punëtorët. Sigurisht tek punëtorët ata njerëz janë më nevojtar, janë më parësor për të marrë dhe për të qenë pjesë e kësaj bamirësie dhe sidomos në këtë muaj të bekuar, jo vetëm me iftare, jo vetëm me mëshirë, jo vetëm me të gjendur materialisht, por njëkohësisht duke lehtësuar dhe punën, duke lehtësuar dhe çdo gjë në jetën e tij, punëtorit, kjo do të ishte bamirësi e vazhdueshme dhe njëkohësisht tek Zoti i gjithësisë do të shkruhet sadaka rrjedhse, cilën po ai jep punëdhënësi për punëtorin dhe kështu do të forcohet akoma më shumë lidhja punëdhënës dhe rendimenti do të jetë më i lartë, zemra do të jetë më afër Allahut dhe njerëzit do të jenë në rahati, do të jetojnë në respekt të ndërsjellët midis tyre. Unë falenderoj shumë Zoti shpërblet për këtë shpjegim të një teme e cila ka nevojë her pas here të jetë në fokus, për shkak se her pas here deformohet dhe prodhon edhe po themi efekte negative në shoqëri. Zoti shpërblet. Edhe ju Zoti shpërblet dhe Allah ju begatoft për këtë iniciativë. Allahu na lut, na pranoj veprat tona, na pranoj agjërimin ton, na pranoj adhurimet tona dhe lut Zotin e gjithësisë na shkruaj nga ata cilët i hoqi Allahu nga lista e atyre të cilët ishin në dënim dhe i përgëzoi Allahu xhalla xhelalu me xhenetet e larta në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu ju falënderoft, Allahu ju begatoft, na pranoft Allahu xhalla xhelalu adhurimet tona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum selam, amin, o gjinderuar, pra me duan e hoxhës e mbyllim dhe këtë takim të sotëm, u munduam të qartësojmë pak a shumë dhe të motivojmë njëri tjetrin për dhënë maksimumin në amanetet që kemi marrë, por se dhe për të vlerësuar maksimalisht në kontributin e punonjësve dhe punëtorëve që me cilët her pas here mund të përfshihemi. Ju falenderoj për vëmendjen, do të jemi nesër me një tjetër temë, me një tjetër të ftuar, deri atëherë kalofshi mirë.